Shkëputja e madhe, 72 orë transformuese 15, 17 shkurt 2026, zgjimi shpirtëror dhe ndryshimi i realitetit. Përshëndetje miq shpirtëror. Sot po flasim për një nga momentet më të fuqishme kozmike të këtij viti, periudhën 72 orëshe nga 15 deri më 17 shkurt 2026, të cilën shumë astrologë dhe kanale shpirtërore quajnë shkëputja e madhe. Ky nuk është thjesht një tranzit tjetër astrologjik. Është një portal kozmik, një moment ku universi na fton, na shtyn të shkëputemi nga zinxhiret e vjetër që na kanë mbajtur të lidhur për vite me radhë. Është koha kur realiteti që kemi ndërtuar me dorë të huaj fillon të shkrihet dhe brenda nesh zgjohet një forcë e re, autentike e pathyeshme. Në këto 72 orë, hëna hyn në ujor duke krijuar një valë elektrike revolucionare, gjatë fazës së hënës së errët, një kohë ideale për pastrim të thellë para eklipsit diellor anular të 17 shkurtit. Saturni sapo ka hyrë në Dash, duke na dhënë strukturë për ndryshime rrënjësore, dhe Marsi në ujor shton zjarrin e veprimit të guximshëm. Ky është momenti ku universi thotë, mjaft me maskat, mjaft me kompromiset. Koha është për të qenë plotësisht ti. Le të zbresim thellë në secilën pikë, hap pas hapi, që të ndjeni fuqinë e vërtetë të kësaj periudhe. Pika 1. Ngjarja kozmike, vala elektrike e ujorit dhe rreshtimi planetar. Imagjinoni një stujë elektrike që nuk vjen nga qielli, por nga brenda trupit tuaj. Më 15 shkurt, hëna hyn në ujor, shenja e revolucionit, e lirisë, e vizionit kolektiv. Ujori nuk është shenjë emocionale, është ajër i pastër, mendje e lirë nga kufizimet e së kaluarës. Kjo ndodh gjatë hënës së errët, fazës më të errët para hënës së re. Është si nata më e zezë para agimit. Universi na fton të shohim në errësirë, të gjejmë ato pjesë të vetes që kemi fshehur, të pastruar nga frika, nga turpi, nga besimet e huazuara. Pastaj vjen Saturni në Dash. Saturni, planeti i strukturës, i kufive, i disiplinës, hyn në zjarrin e Dashit, shenjës së unë jam. Kjo është hera e parë pas shumë vitesh që Saturni na sfidon të ndërtojmë identitetin tonë të ri me guxim, jo me frikë. Dashi thot, unë ekzistoj, Saturni shton, dhe unë do ta bëj këtë me përgjegjësi të plotë. Marsi në ujor shton benzinë në zjarr, veprim jo impulsiv, por vizionar. Është koha kur idetë që kemi mbajtur brenda për vite shpërthejnë si rrufe. Ky rreshtim krijon një frekuencë elektrike që ndryshon fushën tonë energjetike. Është sikur universi po na ridizajnon qarkun nervor, duke na përgatitur për një version më të lartë të vetes. Mos u habitni nëse gjatë këtyre ditëve ndjeni dridhje në duar, në gjoks ose një zhurmë të lehtë në vesh, është sistemi juaj duke u kalibruar në një valë më të shpejtë. Pika 2. 3 zgjimet e mëdha, sovraniteti, e vërteta dhe dashuria e pastër. Tani le të futemi në thelbin e transformimit, 3 zgjimet që viti origjinale i quan të mëdha. Së pari, sovraniteti personal. Për vite me radhë kemi kërkuar leje nga prindërit, nga mësuesit, nga shoqëria, nga partneri, nga sistemi. A mundem? A lejohet? Çfarë do thonë të tjerët? Në këto 72 orë, universi na heq atë nevojë. Ju bëheni autoriteti i vetëm i jetës suaj. Imagjinoni një mbretëri ku ju jeni mbreti, jo një qytetar që pret urdhra. Çfarë do të ndryshonit nesër nëse askush nuk mund t'ju ndalonte? Kjo zgjim nuk është egoist, është çlirim. Kur ju merrni sovranitetin, ju u jepni edhe të tjerëve hapësirë të bëjnë të njëjtën. Së dyti, e vërteta në marrëdhënie. Maskat bien. Ato maska që kemi veshur për të qenë të pranueshëm, për të mos lënduar, për të mbajtur paqen, ato thjesht nuk funksionojnë më. Universi na tregon se marrëdhëniet e vërteta nuk bazohen në përshtatje, por në vërtetësi. Nëse keni qenë duke luajtur një rol i miri, i fortë, i durueshëm, kjo periudhë do ta bëjë të pamundur ta vazhdoni. Disa marrëdhënie mund të mbarojnë pa pritur. Mos e shihni si humbje, shiheni si pastrim. Universi po ju largon nga ata që duan versionin e rem të jush, për t'ju hapur rrugë për ata që do ta duan versionin e vërtetë. Së treti, destinacioni i udhëhequr nga zemra, rreshtimi Afrodit Lilit.
Dashuria nuk është më kompromis. Nuk pranoni më thërrimen të vogla, sakrifica që ju ulin, apo njerëz që ju duan vetëm kur ju jeni të volitshëm. Afërdita dhe Lilith në rreshtim na detyrojnë të jemi sinqerisht të egër në dashuri. Lilith përfaqëson anën e errët, të pavarur, të pathyeshme të femërores, ajo që nuk pranon të nënshtrohet. Kur ajo bashkohet me Afërditën, dashuria bëhet e shenjtë, por e lirë. Ju do të ndjeni një thirrje të fortë, ose je plotësisht me mua ashtu siç jam, ose nuk je fare. Dhe kjo nuk është ultimatum, është e vërtetë. Pika 3. Ndikimi në sistemin nervor, rikalibrimi elektrik. Trupi juaj është duke folur. Gjatë këtyre ditëve mund të ndjeni shumë elektrike në kokë ose në gjymtyr, sikur rryma po kalon nëpër tela. Ankth të pashpjegueshëm, pa arsye të dukshme. Pagjumësi ose zgjim në orë si 3, 33, 4, 44, shenja që universi po ju trokit. Kjo nuk është çmenduri, është rikalibrim. Sistemi nervor po kalon nga frekuenca e vjetër, frika, mbijetesa, në një të re, liri, zgjim. Është si të kaloni nga një kabllë e vjetër në fibër optike, fillimisht ka zhurmë, pastaj qartësi e pabesueshme. Pranoni këto simptoma si shenja që po ndodh diçka e madhe. Mos i luftoni, frymoni thellë, pini ujë, ecni në natyrë, meditoni. Pika 4. Çfarë duhet të bëni? Praktika dhe qëndrimi i duhur. Mos nxitoni të veproni jashtë. Kjo periudhë është për brendin. Reflektoni thellë, shkruani çfarë ju pengon të jeni sovran. Çfarë maskash mbani? Çfarë marrëdhëniesh ju ulin? Pranoni ndërprerjet, nëse planet dështojnë, nëse njerëz largohen, mos rezistoni. Universi po tregon çarjet që ju nuk i shihni. Mbroni energjinë, qëndroni pranë atyre që ju pranojnë ashtu siç jeni. Largohuni nga ata që duan t'ju mbajnë të vegjël për të ndier veten të sigurt. Bëni banjo me krip, meditoni me zjarr ose dritë, dëgjoni frekuenca 432 Hz ose 528 Hz, përfundimi, metafora e fluturës dhe mesazhi. Përfundimtar. Universi na tregon historinë e fluturës. Fshikza, kokoni, dikur ju mbrojti, ju dha formë, siguri. Por tani ajo po bëhet burg. Për të dalë flutur, duhet të prisni kokonin. Dhe kjo dhimbje, kjo shkputje, është e nevojshme. Shkputja e madhe nuk premton rehatësi. Premton liri. Nëse e pranoni këtë proces, pas këtyre 72 orëve do të dilni më të lirë, më të fuqishëm, më të vërtetë se kurrë. Ju jeni në prag të diçkaje madhështore. Mos kthehuni mbrapa a fluturoni. Nëse kjo video ju preku, lëreni një like, abonohuni dhe ndani me dikë që ka nevojë ta dëgjojë këtë tani. Ju dua shumë. Shihemi në videon tjetër.